Me homazhe dhe nderime nisi shënimi 27 vjetorit të çlirimit të kryeqytetit. Aty u kujtuan dhe u nderuan të gjithë ata që dhanë gjithçka për liri. Në nderim të dëshmorëve të herojve tonë, të cilët e kanë dhënë jetën që sot ta gëzojmë lirinë, ta gëzojmë demokracinë, ta gëzojmë paqen, edhe me kuptu që këto gjëra nuk na kanë pikë prej qiellit, pra janë si proces i një situate të vështirë në për cilën ka kalu populli ynë. Dëshmorët tonë, herojnë tonë kanë dhënë jetën, për këtë arsye dhe vazhdojmë me respektu. Nga aty homazhe u bën pranë shtatorës së herojit Zahir Pajaziti. Shënimi i kësaj dite vazhdoi me seancë solemne të Kuvendit Komunal të Prishtinës. Me 19 qershor 1999 lufta për liri po kurorëzohej me hyrjen e forcave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe me fillimin e vendosjes së forcave të NATO-s në Kosovë ishte dita kur liria po bëhej e prekshme. Në këtë ditë përulimi me respekt të thellë para dëshmorëve të kombit, martirëve, invalidëve të luftës dhe të gjithë atyre burrave grave që sakrifikuan gjithçka për idealin e lirisë. Në shënim të kësaj dite nuk mungoi marshi i organizuar nga ish ushtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të uniformuar ata kënduan në sheshet e Prishtinës për luftën, sakrificën dhe kontributin e grave e të burrave që ishin në radhët të UÇK-s, si dhe për sakrificën sublime të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve. Në këtë ditë bojmë bilancin se sa e shtrejt është liria, sa shtrejt ka kushtuar me gjakun e dëshmorëve tonë, me sakrificën e popullit tonë, me sakrificën e gjithë luftarëve të cilët dhanë të pamundurën për të arritur deri te liria. Shënimi kësaj dite u përmbyll me aktivitete kulturore e sportive.